Por Allahu xhalla xhelaluhu do të më bëjë diçka në këtë dunja ka bë me sebepe. Prandaj besimtari në dunja është i obliguar mos më mohum sebepet që Allahu xhalla xhelaluhu ka lënë. Me bën njëri mi besu sebepet sikur Allahu mban shirk. Me bën njëri mi mohu këto sebepe, krejt del në bidat, po mundon me dal prapë në shirk. Besimin sebepe krejt, duke mohu Allahun apo duke lënë anash Allahun xhalla xhelaluhu ban ateist. Ama mohimi krejt sebepeve të bën dervish. Prandaj muslimani ka problem me kuptuar këtë dunja mes asaj që është dhuntia Allahu xhalla xhelaluhu, dhunti më të madhe se udhëzimi nuk ka. Pastaj vjen shëndeti, familja, fëmijët, ato krejt të sejnë tjera, shumë të dhuntit e Allahut, dhe duhet me besu njëri këtë fe, sikur Allahu xhalla xhelaluhu ka dashur, jo sikur na çmend. Lufta e shejtanit me njërin është që të bën me besu këtë fe sikur na ç'dojnë. Që na kanë të neve. Mirë po Allahu xhalla xhelaluhu ka bëu fe me sebepe. Ndërto sebepe si sprov, po ashtu edhe dhunti që nuk ndahen, sprova edhe dhuntia janë bashkë. Sprova edhe dhuntia janë zbashku ato. Kur njëri ta kalon sprovën është dhuntia më e madhe në dunjë. Rasti i Talutit dhe Xhalutit, kur kanë kaluar ata 313 veta lumin Jordan dhe nuk kanë pi më shumë se një grop shtuj, ajo ka dhunti shumë e madhe, para mendoti me mija njerëz vetëm ata e kanë kaluar. Kështu është agjerimi, kështu është besimi, kështu është imani në dunja, subhanallah. Je musliman dhe në fund me kalu me la ilaha illallah. Me dalë në botën tjetër. Apo familja me të udhëzuar. S'ka dhunti më të madhe se kjo. Tash këtë shkollë e kanë kalu njerëzit më të mirë, pejgamberët e Allahut kanë pas sprovën më të lartë. A njësni njerëz jo me sprovë më të madhe edhe me dhunti më të madhe se pejgamberët. Tu dia ti kanë atë. Ibrahim a.s. A ka sprovë më të madhe se? Kuaj edhe nuk ka mujt, para me ndona për shembull të tësh. Ti e fal sabajt, më dal shkoj te shtëpia. Sa dush rri me familjen tonë. Sa dush rri me kush ka fëmijë, kush ka. Sa dush. Skitit caktuar. Ai aty Allahu xhalla xhelalu ka dhënë djarin në moshën 90 vjeçare. I ka thonë me elan në Mekke atko dhe vizitat i ka pas teledirigjime. Filan saatin, ki me shku filan saatin, mëthi, e zateke djali, se zateke për të mirë. Kështë e ka pas Ibrahim a.s. Dhe kjo sprov. Prandaj dhe më thonë, duhet në këtë dunja, mi ha ditë Allahu xhalla xhelaluhu dhe me ditë këtë fe, në sprovat që i kalon, vetë dije, kur ke se është sprov për Allahut, është shumë punë e madhe. Kur është sprov për Allahu xhalla xhelaluhu, është shumë punë e madhe. Prandaj dia jonë, ditorin që e kena, du të me ne kalue, s'paku me qenë vetëdijshëm, se sprov për Allahut. është të ardhë, sprov për Allahut. Dhe kur kalon kjo sprov, bëhet dhunti. Kur kalon kjo sprov, bëhet dhunti. E tash unë ju ves juve. Roni Ademit alayhisalatu wassalam. Në mëkat. Ka qenë sprov? Ka qenë dhunti? Çka ka? A ka ra Ademi alayhisalam? Mbrapa që ka ndodhur me Ademi alayhisalam? A është bo maj mirë o maj keq? Pas ka qenë dhunti apo çka? Si sprov fa? Edhe sprov edhe dhunti. Këta du të një tregue djemve të ri që bin gjyna, se bje njëri në gjyna. Bje njëri në gjyna, gjallirie. Po edhe plak, po edhe i vjetër. Bje njëri në gjyna. Sprova në Allah mund me shëndruhe në dhuntimet madhe. Ibn Abbas i thot, kana Ademi, a.s. u bo maj mirë se para gjunat. Do më thonë, këto është dera. Shumicën e frive nëse i vetë, në gjunat që vinë, qka thënë? Ja, më fundi është, s'ka. Shejtoni qka i thot ati? Fundi është, s'ka. Si së mbosh për mirë. Vesh bjen gjuna, s'ka hapi ti, si insanti. Ademi a.s. me boni të, se boni.
Ademi a.s. është personifikim i çkajt? Fesë Allahut. Kush e mësoi Ademi a.s.? Allahu xhalla xhelalu. Dhe kjo do me të kallëzu se njëri mund të pendohet, dush me luftu për pendimin tanë. Deri kur? Deri në momentin e vdekjes. Dush me punu me luftu për pendimin tanë. Të dërgumë të Allahut kanë ardhur me tregu njerëzve fe. Nuk kanë ardhur diçka tjetër. Të dërgumë të Allahut kanë ardhur me tregu njerëzve fe. Si është te Allahu xhalla xhelalu? Si është puna? Te Allahu subhanahu wa taala. A kena pas mundësina si njerëzim me na kriju Allahu xhalla xhelalu si melekt? Ka pas mundësi? Ka pas mundësi? Që do thotë se Allahu xhalla xhelalu e don shumë sprovën, me na sprovua, jo me na dënua. يريد الله أن يتوب عليكم. الله جل جلاله في القرآن الله don juve me u dërguar me pendu, u pendu. Don me u shpim me pendim. S'ka thonë يريد الله أن يعذبكم. الله don ju dënoj juve, me pas dash, nuk kish dënu. A në dikush Allahu xhalla xhelalu. A mund të më dikush? Ai për zot është. Ka ardhur në transmetim. Po të kish dash Allahu ahle as-samawat, këtë qitë, edhe tokën dhe njerëz këtë mi dënuj kish dënuar. La kish pas dikush nesër më thon. Ai Allah është. Ta thjen. Po të kish dashur më shëruj, kish më shëruj, që do të thotë se li hikmatin qadaha, për një urtësi shumë të madhe Allahu xhalla xhelaluhu na vendos neve me sprovën. Me mëkatin. Po të kish dashur Allahu xhalla xhelaluhu, la kish bëu ashtu që kur bin në mëkat këtë dunjë më marrësh. Sikur në fal ato filmat në fal alarmi ton këtë dunjë shkau bë. Këtë dunjë të marrësh. S'ka bosh. Prandaj nuk duhet të mësos ilmi jon çatë. Ilmi dia e shumicës e njerëzve ndonjë ose çatë thotë s'ki çka bën ti e robien. Shejtani don me kon robiati. Andaj në fejnë Allahu xhalla xhelaluhu me pasash Allahu subhanahu wa taala na kish çume punua si ngaliatak që kanë punu me thigur. 20 vjet me thigur, veç thigur. S'ka kështu në fe. S'ka bë Allahu xhalla xhelaluhu kështu. Kur disa prej popujve kanë menduar kështu, Allahu xhalla xhelaluhu ben Israil kanë menduar kështu, siç po thamë. To kanë menduar me mjashku Allahut, me ushtrime Allahut janë mundu. Mjashku sprovës, a mundesh? Hajde, shtihu me sprovën. Allahu xhalla xhelaluhu i ka thua ata me prej lëkurën, kur janë urinuar. Madje i ka thua Allahu xhalla xhelaluhu me mitin e tij. Amen. Ai lip në fare Allahut? Me sprova po. Hajde tash. A do nuk pendu po. Merr shpatën unë ti e ti mua. Bismillah. Shi ka thua. A do nuk pendu po. Me si lip në Allahut fare. Kjo më se kokta. Prandaj ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu xhalla xhelaluhu ja ka falë ti umetit, ajo që i shkon normal, po se ban. Dhe ja ka falë ti umetit, mustakrahu alaiha ikrah, me zor që çon dikush me bë diçka. Mëshira e Allahut. Atë kur vjen puna e sprovës, njeriu bie në atë moment. Është mungesë e dijes, mungesë e takvallokit, mungesë. Për mungesa, këta mundesh me kompenzu me pendim. Këta mundesh me kompenzu me drejtim, mund drejtua. Këta duhesh me luftu me vetveten deri në fund të jetës tonë. Këta duhesh me luftu deri në fund të jetës tonë. Edhe çdo sen tjetër që e ke për shprehive të këqija, duhesh me luftu vetveten. Dhe nëse njeriu lufton me vetveten, atë Allahu xhalla xhelalu ka më ndihmuar atij. Prandaj ka thonë në hadithin qudsi ana inda dhanni abdi bi. Unë jam në çat mendim të robit për mua. Që do të thonë se njeriu vetë kufizon. Prandaj ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se nona e Ismailit alayhis salam mes u pason Zamzam ndalu uji i shpifashtuar. Po ai ka thonë ndalu, është ndal. Çfarë bëj? Dhe në shumë hadithe tjera, për shumë hadithi i asoj familje e cila ka pas mill dhe veç kanë marrë mill dhe kanë dhënë, ka thonë mësë me pas shikuar atë millën deri në fund, deri kiamet kish pas mill aty, vetëm nxjerr. Po ato e kanë vendosur. Kjo dhënë ti Allahut. Te puna e ilmit, te puna e dijes, shpesh ja vendos na kufit, fjalëve të Allahut. Të kanë kuptime shumë. Sikur që ka thënë Allahu xhalla xhelaluhu,
me pas qenë 7 fish drejt e botës të pyjeve që janë lapsa mu bë. Wal bahru yamudduhu, dhe ngjyra me pas qenë 7 fishi i detit, ma la filet kerimatullah, fjalë të Allah nuk ishin sos. A më me përmendu çfarë kuptime ka të Allahu. Në këto i dime pak. Çfarë kuptime tjera ka të Allahu xhalla xhelalu. Çfarë dije mund të pas të Allahu subhanahu wa taala. Pra duhet të vëdësojë dhuntin e Allahut, mos me kufizue. Nëjë të kufizu. Nëjë të kufizu, ama Allahu nuk është e kufizuar. Ti mund të shmëri shumë të Allahu xhalla xhelalu. Mos jam në kufinin. Prandaj Muhamedi alayhi salatu wasallam ka thënë, kur të lipe dikush, ta lipe Firdausin më të lartë, ti nuk ke në vetë dije se çka ka në Firdaus. Nuk ke në vetë dije çka ka në Firdaus. S'ka thonë lipe Adnin, s'ka thonë lipe Jannatul Naim, mas derës xhenetit diçka ose para derës xhenetit, nuk ka thonë kështu. Mos e kufizo Allahu xhalla xhelalu. Lip prej Allahut subhanahu wa taala. Se ti je rob për me lip. Ti je rob i Allahut për me lip. Dhe kjo është xheneti i Allahut ndonjë. Udhëzimin e Allahut do me lip, vazhdimsi, me gjithë zemër do me lip, me bon jetë. Që Allahu xhalla xhelalu më të udhëzu ty edhe krejt botën, dhe na më bëj sebeb për krejt botën. Allahu xhalla xhelalu më na dhon krejt dije dunjas, me u bë dashurum Islamin në zemrat e tyre. Me u largu krejt komplekse që i kanë ato njerëz, ti bën një jetë kështu. A ka menduar s'palimi? Se ti në momentin që e bën një jetin, e fiton shpërblimin e krejt dunjas. Sikur më pasbë ato musliman krejt. A janë musliman si janë? Po sikur më pasbë krejt musliman ata. Ti e fiton shpërblimin, a kjo është qëllimi? Ti s'intereson edhe pjesa tjetër. Se pjesa tjetër është e Allahu xhalla xhelalu. Ti s'intereson, po ti intereson puna e niyetit, prandaj të musliman të parë kanë thënë niyetul mu'mini afdalu min amali, niyeti besimtarit është më i mirë se vepra. Dhe kanë thënë dietarët islam, shitblerja e dietarëve me Allahun xhalla xhelalu është shitblera e niyetit. E ban niyetin. Dhe ky niyet ka ndikim te Allahu subhanahu wa taala. Gjithë çka lëviz në këtë dunjë, me këtë niyet. Parfimoset qielli dhe toka krejt me një parfem që ti starrok truni hiç e ndjen me lekë dhe banor të krejt qiellit, çka i dina dhe nuk i dina dhe çka ka qiell kalon krejt. Në arshin e Allahut e kalon kjo erë dhe kjo dritë derisa shkon te Allahu xhalla xhelalu i niyet. Kur ti e bën niyetin. Dhe jeton me këtë pjesë të dijes me Allahun xhalla xhelalu. Dhe janë dimensione krejt tjera. Dimensione të ahiretit që na nuk i dina krejt, derisa përfundon njëri inshallah në xhenet. Saqë kur Allahu xhalla xhelalu të cakton dikon prej neve me qenë prej xhenetit, kam ju thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bika umirt alla uftah li ghayrik. Unë jam urdhëruar që ti me qenë i pari, para mendo. Edhe neve do të na vjen rradha para mendo me hinat në derë xhenetit. Subhanallah. Edhe neve do të na vjen rradha me hinat derë xhenetit. Sikur që ka dyer xhenetit se ndonjëra xhamia, qabe, lëvizje, edhe udhëzime, edhe takime, edhe dashuri për hir të Allahut, edhe kënaqësi, edhe ibadete, edhe xherimi që është edhe Ramazani dhe shumë tjera. Këto janë xhenetet e dunjas, ka xhenet të botës tjetër që përgjithmonë atje. Prandaj kështu do të kuptoj udhëzimin e Allahut çish ka ardhur, jo me atë kufit. Jo me atë murnat. Jo me atë njetet tona të vogla. Jo me atë kufit e ignorancës tonë, se na kena ignorancë. Na kena xehel. Dhe xeheli jon keq kupton fjalë. Ajo që ka shut në gjuhën e dietarëve ta'wil, keq interpretim, keq kuptim i fesë. Se marrin vesh njerëzit fejnë Allahu xhalla xhelalu. Se feja Allahu subhanahu wa taala shumë e madhe. Prandaj Ibrahimi alayhis salam kur Allahu xhalla xhelalu tregon falamma ra'a al-qamar, kur ka pa hanën, kur ka pa yjet, kur i ka pa, ajo kom prej asaj ignorancës në fillim, por ignorancës cila e ka atë diapazonin të ardhmen, e ka lip Allahu nai. Edhe na jena në kërkime sipër në Allahu xhalla xhelaluhu, na ka bojnë. I po Ibrahimi alayhis salam nuk është ndalet. Ibrahimi alayhis salam në fund të jetës vet, edhe në ato fillimet e para ka me çati, ka me çati di, ja e gjeti Allahu xhalla xhelaluhu. Ana nuk e gjeti Allahun subhanahu wa taala, nuk ka ditë munal. Nuk ka nal.
Neve e gjejna Allahun subhanahu wa taala vinë në xhami, kajna udhëzohemi krejt mirë, edhe si të nalet sehati, tak prishet që sehati nuk i kujtohet dikujt me drejtë sehat. Ç'është është udhëzimi jo? Zbamba ashtu mund nal sehati. Prandaj ti sheh shumë vëllezër thonë, "A dhe përpara më mirë apo?" Jo vetë tash është më mirë. Wallahi billahi tash është edhe më mirë edhe më mirë. Nuk ka mundësi përpara është më mirë. Por duhet me marrë atë saatin me ndreq. Atë saatin e udhëzimit duhet me marrë me ndreq. Me lime, në gjime, me pastruhe, edhe me hesë për para. Ama si nalet sahatit, po këmë thotë, sikur si subhanallah, ka njerëzi, thënë, jena kanë të udhëzumë për para, si në tash. Ishim për para, pëse mësme qenë tash. Nuk ka mundësi. Prandaj duhet me lip udhëzimin e Allahu xhalla xhelalu për ne. Zemra, kur na thot ihdina siratal mustaqim, ama duhet shpirti me na kënue, me hec për para. Me lëviz vetë shpirti si shpirt, me thonë, ihdina siratal mustaqim, me gjithë shpirt me thonë ata. Si i thua Allah, të udhëzëm rrugën e drejtë. Pra udhëzëm çdo hap, çdo sekundë jonë ka nevojë për ihdina siratal mustaqim. Çdo sekundë. Frymëri. Që e mora, kam nevojë për udhëzim të ri, çdo sekundë. Dhe çaj sekundi si sekundë. Nëse ti e madhron Allahun xhalla xhelalu, të vjen ai momenti për shkak që tërçetë trupi, a tërçetë trupi në herë? Kur kujton Gjibrili alayhis salam i ka dalë dy herë Muhamedi alayhis salam në formën origjinal. Atë vetë para mendoj, sheli si të para mendoj. Gjibrili alayhis salam, a tërçetë trupi, drejtë trupi. Apo me thonë Allahu xhalla xhelalu, ja abdi, o Rabbim, hajde tash hin zjarti. Hin zjarë për gjithmonë. A tutësh. Për gjithmonë, hajde, hin. A tutësh, sheli si. Kjo tut, sa, për momentin sa tutësh. Qëtot edhe ma shumë. Kjo tut, qëtot edhe ma shumë. Apo e momentin kur ki mu taku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Para me ndo me thonë, suhqa. Mas, me lek, zhak, këtyrës, hajde, zhak. S'ki mu taku ti në këta, s'munish mu taku. Apo munafikave që kanë mi thonë besimtarë, undhuruna naktabis min nurikum, na shikoni të marra dritë pak. Me qenë na prej atyre. Apo në momentin kur bie njëri në xhehenem, u minkum illa waridu. Po në momentin tutës, apo tutët njëri. A do të dritë. Do të më lutë Allahu xhela xhela, që të frikë me na shtu pak më shumë. Që të frikë me na shtu pak më shumë. Apo ajo çka e ka kujtuar Sufjani Thauri në momentin e vdekjes, kur ka fal shumë ka dënes, ka thonë o imami këtu ti gjunave, ka thonë jo pi gjunave. E khafu an uslab al iman frigohëm mos merret imani mua. Po frigohëm mos merret imani. Do të dimensione tjera pak më thella. Apo ai momenti kur Sufjani Thaurit i shtua gjakderdhja në urinim dhe ka lutë Allahun më pak me pas tutje se kjo i ka bërë dëm më shumë gjakderdhje. I ka bërë dëm devotshmëria e madhe në shnet. Janë dimensione tjera. Që duhet me kërku në ato. Na nuk i kena për shembull, apo? Ama më nësh me shiu, po më nësh me shiu. Ai kuptu tash kur i thash po. A u tute. Tash kur i përmend, ato të shtutesh. Nëse Allah ka vendosur për banorëve zjarrit. Tash për momentin i në xhami, në fund me ta marr Allahu shpirtin si mos besimtar, subhanallah. Subhanallah. Në momentin e tute. Dhe duhet njëri me kuptu këtë fe, të Allahu xhalla xhelalu, jo sikur që dha ndërmendja. Jo me ndiku kjo pjesë, po sikur që është përime të Allahu xhalla xhelalu, feja është sprov. Feja është sprov, elhamdulillahi rabbil alamin, sprov. Por është edhe dhunti e madhe, më e madhe. Shumë më e madhe. Dhe kur të na vjen si sprov, duhet ndonjëherë më munduve, nuk më jam më buzësh, normale, vështirë ajo. Po për shembull Fudajl ibn Iyad e ka provuar ato. Fudajl ibn Iyad e ka pas një djalë, Ali e ka pas një. Djali vet ka arrit në devotshmëri më shumë se baba. Fudajl ibn Iyad e ka pas një djalë, Aliën, tu lexu imam. Babai vet ka ndrojë djalin. Fashik. I ka rënë fikt për frikës Allahut ka vdek. I ta Islam kanë fol shumë për këtë punë, gjendja e këtyre tabeinëve, kështu që kanë vdek për tutës Allahut, është më e mirë apo sahabëve më e madh është. E sahabëve më e madh, mi po përmendi vetëm si rast që Allahu xhela xhelalu ka sprovuar, e kur ka sprovuar Allahu xhela xhelalu Fudajl me djalin e vet, i ka ndryer ka boshesh.
Ka moshesh dhe ka thonë Allah, a që shumë pas ke dasht që më sprovove me gjallin? A që shumë pas ke dasht ka moshesh, të është njëri kanë. Me po, kjo në arabisht në gjuhën e kësaj lëmije të takvallokut quhet riyada, ka ushtru vetëm. Ta su heban se cili, e ka ushtru vetëm. Thash, gjendja e pejgamberit alayhis salam ka thonë të islam që ka kajt për djalin e vet është më e mirë se gjendja e këtij që ka pushish. Cili kush është më i mirë? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Edhe ai djali ka ndruar dhe këtij djali ka ndruar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kajt. Po gjitha këto janë ato sprova në të cilat ka dhëndit Allahu subhanahu wa taala, e tash në një dimensioneve do të më folë edhe për punën e gjunave që ti lufton se si njëri lufton me gjunave e vet. Të nëse e merr gjendjen e muslimanëve. Ka periudha të ndryshme. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadithin e Enesit, nuk vjen një ditë vetëm se dita e nesërme vjen më keq. Për gjendjen e fundit. Më keq. E po besimtari edhe çato gjendjet e këqija din mi ka përsi. Duhet me ushtru vetën në gjendjen më të keqe të botës ti me qenë, i robru me ndoshta patesha heq bile mos shkoj menja më mazi diçka, po te prap nuk dush me haru Allahun xhelalu ata. Sprov dunjos. Mos e haro Allahun subhanahu wa taala. Ta dish edhe dhuntit Allahut në shumë të mirë. Sepse nëse njerëzit na harrus, na I harrojnë dhuntit Allahut. E harrojnë të vërtetën. Nuk mendojnë mirë, nuk thellohen mendime shumë. Por se ka njerëz në dunjë nëse I sheti ata, ka më keq, shumë më keq. Dhe e më e madhe e kësaj është që duke afru ka vdekja, duke na ushtosur jeta neve, duhet më na ushtu tituria e udhëzimi. Kur të na shtohen këta, derisa të vjen ai momenti I takimit ton me Allahun xhallal xhelalu, duhet më lutë Allahun me qenë momentin më të mirë të imanit, dijes, gjendjes, veprave të zemrës, niyetit, se në më të lartë dhe mja dorëzu Allahu xhallal xhelalu shpirtin, sikur që Allahu është I kënaqur me neve. Dhe mos me lejue që rrugës jeta, përditshmëria, krizat, problemet me na e mujt fet. Shikoni këtu është, që I thartë bidatit, ngushëllok e jetës u amun fet. Dhe me kalimin e kohës atë ngushëllok të jetës e bëjnë fe ata. Çështu është. Jo, nuk është fe. Ajo sprova Allahut, nuk guxon me lejue besimtari sprova Allahut me të mujt. Na kanë përmend rast që më mundi me paramendua Haxhaxhi ka qenë sprova Allahut për sprov. Rasti Haxhaxhit ka qenë sprov, 600.000 dollari ka vrarë. Luft. Ti s'mundesh me paramendua të 600.000. Nuk ke çka ka pasur atko. Ka vrarë. Saqë kjo trysni, shtypje, luft, dënim, çka do shuje, sprova Allahut të ke fundit, që them, sprov ka ndikuar te dikush. Për shembull te çaj Umar ibn Dharri ka ndikuar me nxjerr bidatin e irxhas. Para atij momenti s'ka pasur irxha. Edhe sprova e madhe, keni pa njerëz për shembull që për sprovës të madhe luajnë menç. Sikur keni pa për shembull rastin për burgosje, burgjet ndryshme të dunjos, apo kush është sprovuar. Ki pa njerëz që ka luajt, po ka shku njëri. Ti e sheh se ka luajt. Nuk është më ai. Të dikush ndikon 50%, të dikush 90%, nuk është më. Ka luajt njëri. Se edhe mendja si mendje të njeriu ka një kufi. Kur ai kufi ku të thjet, tamam. Ajo që ka ndodhur me në Auschwitz. Shembull pe përmendim si shembull vetëm. Ai Mengele, ai doktori I gjermanëve atje kanë bërë eksperimente me njerëz. Ndër eksperimentet ka qenë puna mjeku I bardh, me tesha të bardha, muri I bardh, buka e bardh, uji I bardh, këtë bardh, është fshitur unë, për një kohë. Shkurt, shpejt. Truni është fshinjës. A që ka qënë të apodaratësa. Në psikologi. Bardh, kur gjopë, fshinjë truni këtë. Në njëri ka kufi. I gravu është, ka kufi. I thejë në të sene. Zoti mës të spravu. E tash, edhe në këtë jetën e përditshme, rëndonë, na sprovat Allahut në vinë. Allah është e vetë dishëm për sprovat? Po e Allah është. Pse femina, shpesher në dua ndonë, i thëna Allah, mës në qasë sprovat që s'muna mi dëru. A kena sëse I për neve, dhe I dikon atë e dërimit. Momentin që të vinë ma shumë sejnë, se ka sprov për një sprov.
Ignoranti thot, le të vjeve çka dush se unë I duroj këtë. Po ignoranti, se me t'i bën një dy lloje të sprova, ti e sheh. Se ka sprov për mi sprov. Mësa ai më thot, Allah mos më sprov, mos. Smoj. Prandaj nuk duhet me lejuar që jeta, edhe sprovat e jetës, me ndikute ndryshimi I mendimeve. Nuk. Fe Islami I ka mekanizmat e veta kur lejohet, çka lejohet, tek lejohet ikra, kur ka dhun, kur ka e tjera. Kjo është. Dhe po me ndru krejt punën e fejes, me ka përci atë punën e mendjes, pra ka disa prej sprovave të jetës që jeta si jetë është një burg I madh. Vetë jeta si jetë është një burg shumë I madh. Ka sprova shumë të rënda për njerëzit, keni pa ju, sigurt. Kur sheh, sot rish, sot hecish, sheh njerëzit smut, njerëzit sprovave të ndryshme, dhe shpesh herë njëri e ki pa, ajo sprova sikur një mshumet, mshon dikush një, e duron një. Me të mshun një dy, një 3-4 veta për një dang, një, edhe një, shkove, për toke shkove. Dhe njëri ka përcehet, I ka përcehet atë limitin. Prandaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. O Zot, mos e ban musibetin ton në fen ton. Si mund të ndodh? Në ka njerëz që kanë musibet, goditje për Allah sallallahu në shnet. Ejubi alayhis salam 17 vjet ka qenë I spravu. Të dërgojmë tjerë, mirë po, ata s'kan pas sprovë në fe, feja ka met. Në feja ka met fe. Por Ejubi alayhis salam ka pas lutjen. Sikur dogma është ajo, e trushtë, e ka pas atë lutje. O Allah, shnoshëm me pastor, o Allah, shnoshëm, I shnosh. Se ka thonë. Se ka thonë bre? Ka thonë që sa të mira mi ka thonë Allahu që sa vjetune, jam krasë, se ka qenë shumë I pasur, shumë I heshëm, shumë I mirë, shumë... Sa vjetë kom qenë këtë taman, ta shune me mirë me thonë, ja. Këta, të dërgumë dhe Allah, kanë karakter shumë nartë. E sprovë. Allahu xhela xhelalu. Por nuk ka leju që feja të ndryshati. E në momentin që fillon njëri me ndryshu në fe, me ndryshu parimet, me ndryshu mendimet, atër do të me shku me vizitu atë person, do të me lutë Allahu për atë person, atër do të me bo I bret për ati, subhanallah, se kjo është I keqe. E kjo është qëllimi I kësaj që me kuptu se sprovat e Allahut dhe dhuntit e Allahut janë këtë shumë ngat ato, sikur xheneti dhe xhehenemin që e kena shumë ngat, Allahu na ka kriju për këtë sprov. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Që t'ju sheh se kush e bën veprën pak më të mirë. Pak edhe më të mirë. Por këtë e kërkon Allahu xhela xhelal. Por sprovat e Allahut krejt ose kur na ngushtohet rrethin neve, traftojnë shok, traftojnë këto, ban këto shumë sele vinë një pas një, ato krejt janë për me pasë t'ja akoma ai duke vazhduar mi bëj vepra të mirë. Ai të kuptu Allahu mirë, ai të dashme edhe me naudhu billah ka njerëz jo ahsanu amala, aswa'u amala bëhet. Vepra më të këqija. Madje ka njerëz e ka kuptuar Allahu, madje ka individ dalin karshi Allahut iblisi, dëxhalli, faraonat, ndryshëm, dalin karshi Allahut, ja nuk mund atë edhe folin kaq për kan. Subhanallahu për Allahun Gjelle Gjelalu, Allahu na e rujt neve imanin edhe zemrat edhe shpirtin edhe senet që I kena, na e rujt Allahu mendjen edhe dhunti që I kemi, edhe me kërku prej Allahu Gjelle Gjelalu që nëse vjen ajo ditë na udhëbira ma mirëshme, me qenë nërvar, me shku në botën tjetër, që mos me na sprovu Allahu Gjelle Gjelalu, walhamdulillahi Rabbil Alamin.